Liderët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur përfundimin e bllokadës diplomatike lidhur me një kredi të shumëpritur prej 90 miliard eurosh për Ukrainën, pasi bloku përfundoi marrëveshjen së bashku me paketën e 20 të sanksioneve kundër Rusisë. Pas javësh vonese, BE-ja miratoi kredin në kohë për një samit në Kipro që nisi në mbrëmje dhe që përfshin bisedime gjatë një darke me liderin ukrainas Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen shkroi në rrjetet sociale: "Jemi rrugës për në Kipro me lajme të mira." Presidentja e Komisionit Evropian përshëndeti të dyja marrëveshjet të finalizuara pasi Hungaria hoqi veton e saj. Von der Leyen tha: "Ndërsa Rusia dyfishon agresionin e saj, ne po dyfishojmë mbështetjen tonë për popullin të rim Ukrainas, duke i mundësuar Ukrainës të mbrohet dhe duke ushtruar presion mbi ekonominë e luftës së Rusisë." Më vonë ajo deklaroi se kësti i parë i financimit prej 45 miliard eurosh i planifikuar për vitin 2026 mund të disbursohet brenda këtij tremujori, pra deri në fund të qershorit. Pagesa e parë sipas saj do të financojë prodhimin vendas të dronëve në Ukrainë. Dronë nga Ukraina për Ukrainën. Kredia e financuar përmes huamarrjes së BE-s me synimin që riparimet nga Rusia të mbulojnë shlyerjet, pritet të sigurojë rreth 2/3 e nevojave financiare të Ukrainës për vitet 2026 dhe 2027, shkruan The Guardian.